Hej të dashur miq, pas pak ja nisim me të ftuarën e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e Mam, Lajthiza dhe Dino Rios që janë çdo javë me ne, gjithashtu do t'ju lutem secili për ju që na ndiqni javë pas jave të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube për të na ndjekur por edhe për të na dhënë sugjerimet tuaja sa i përket të ftuarve apo temave që duhet të trajtojmë në Mam. Fillojmë me të ftuarën e radhës. Isha pak siklete kjo pjesa që mos po e vras, mos më rëshket, ose mos tek pjesa e larjes njerë, nuk e kam larë vetë një muaj. Kurse me djalin pastaj është fikse ajo që thon me të dytin, me të tretin ti e la në lavaman, domethënë ky lloj krahasimi që ti je totalisht eksperte. Në Mam, jam me Alba Çopa, e keni parë nëpërmjet televizionit, nëpërmjet intervistave si moderatore njëkohësisht, por sot do të vi në titullin e Mamit. Ajo ka treguar shpesh edhe në rrjetin e saj social që mëmësia e ka ndryshuar plotësisht dhe dedikimi ka qenë i plot kundrejt bebave të saj. Por sot do të shikojmë edhe do të dëgjojmë çdo gjë ekstra Instagramit, pra asaj që ajo tregon në përditshmërinë e saj në Instagram. Faleminderit që je në Mam, Alba. Faleminderit për ftesën, Rinda. A është e vërtet që në momentin që u bëre nën kuptove se sa shumë të donin prindrit e tu? Po sigurisht kupton një tjetër për mas, sepse në moment që se ke provuar kurrë atë ndjesi, ti nuk di ta masësh, le të themi, atë fuqinë e dashurisë. Në moment që ti e provon vetë, arrin dhe ta kuptosh, ta vësh veten në këpucët e tjetrit. E drejtë, siç e thonë. Dhe këtu në fakt unë dua të ndalim te kjo pjesë se shpesh unë të shprehje kur prindërit tanë e përdornin, e kanë përdorur, unë besoj çdo prind e ka përdorur. Që do bësh prindër, e kuptosh se në çfarë pozicioni jam unë dhe dashurinë time e gjitha se deri sot nuk e kupton. Dhe kur mami dhe babi e thonin këtë gjë përpara, unë e kisha thjesht një shprehje klishe që e dëgjoja nga të gjithë prindërit, ama po si se kuptokam, por në fakt kur erdhi Atara, edhe le themi një prej apo mbesat e mia që e kam kuptuar edhe pak më përpara, thash që unë vërtet se pas kam ditur. Vërtet nuk e pas kam ditur se çfarë do të thotë të jesh prind dhe ku të bie gjaku në fund të këmbëve edhe për gjën më të vogël apo jo. Vërtet, sepse ti zbulon një përmas tënde që ti se dije që ekzistonte. Pra është vërtet unë aty kam kuptuar se janë disa shprehje që kanë dalë nga eksperjenca jetësore, dhe në moment që ti e provon, ti e gjen veten aty thua po që nga e vërtet, si për shembull shpreha që rilinda në të njëjtin moment që lindi bebi, është e vërtet unë e kam përjetuar me vajzën. Sigurisht me djalin kam rilindur për së dyti, por ajo hera sigurisht është emocioni herës parë dhe ka tjetër ndjesi. Dhe ti vërtet sikur ke rinë, pra është një vetja jote që ti se dije që ekzistonte, diçka totalisht e re. Dhe duket sikur nis një jetë të re. Është e vërtet. Pra duket sikur pra nëse e perifrazoj, le të themi jetën time, është para dhe pas fëmijëve, siç është ajo para dhe pas lindjes së kryqit. Është vërtet. Para dhe pas lindjes së fëmijëve është vërtet një tjetër gjë komplet. Si ka qenë për ty marrja e lajmit që ishte shtatzën, ishte një gjë e planifikuar apo ishte surprizë për ju si çift? Jo, ne jemi të dy shumë me këmbë në tokë, shumë të planifikuar, shumë të organizuar. Sidomos ai, se është Demi, se unë jam shumë obses me horoskopin. Unë jam akrepi, jam më emotional, më emotive, por prap nëse nuk kam organizim, unë nuk funksionoj dot në kaos apo në gjëra që janë last minute. Kështu që ishte aq shumë e planifikuar sa ne në fakt e nisëm për Demi, na doli minjakët dhe me të dy na ndodhi një njëjta gjë. Kështu që po ishte shumë e planifikuar dhe ai momenti pastaj që morëm vesh bashkë bëra testin ishte shumë emocional, shumë ekstremisht. Pastaj me djalin ishte shumë përqeshur pjesa kur e morë vesh, sepse unë kur bëra testin isha me Sofian aty dhe më shoh që kishte qenë në dyqan dhe në momentin që do vini thash Sofia, mos thuaj gjë, se ajo mori vesh e para, mos thuaj gjë se ta bëjmë papit surprizë unë në atë moment, po regjistroja me kamera, se doja të bëja një nga këto videot e bukura kështu. Për kujtim, ishte totalisht video shumë jo estetike, sepse ai ishte me ato qeset e pazarit kështu dhe sa hapa derën dhe i thash në ullu se do të them diçka. Dhe doja ta bëja shumë të bukur atë momentin. Dhe Sofia sa ka hapur derën, mami ka një vend te barku. Ai ngeli kështu me ato qeset, çfarë po thua vërtet?
Domethënë, prishë komplet atë imagjinë bukur që do ishte shumë kështu Instagramable, domethënë. Dhe ishte shumë spontane, por që sigurisht ishte e bukur. Aty u përshavuam gjithë. Të tre, njëkohësisht të katërt me gjithë bebin të parku. Çfarë ndryshoi në momentin e parë kur morë vesh ishe shtatzan me Sofian? Çfarë ndryshoi të Alba, çfarë ndryshoi në përditshmërinë tënde? Si fillove, si unë kisha rreth një vit që kisha nisur me këtë detoxin e të përgatiturit për të qenë një mami, apo për të qenë shtatzan, të tipit që kisha një vit që kisha shumë kujdes për ushqimin, për çfarë pija, çfarë konsuma, çdo gjë. Le të themi po bëja një jetesë shumë më të shëndetshme që të përgatitesha të isha në top form. Dhe më rezultoi super e suksesshme sepse shtazania, mashallah, dashzot ishte shumë e mbar, pas një lloj problematike, pas gjë, dhe e shijova këtë pjesën. Pra në moment që e mora vesh, thjesht nisa të kujdesesha edhe më shumë, për shembull për çfarë haja, të lexoja më shumë për çfarë duhet dhe nuk duhet të haja, sigurisht për këtë pjesën e kujdesit. A ke ngrënë peshk ti gjatë shtazanis? Po, kam ngrënë peshk levrek dhe merluc që me sa kisha lexuar nuk kishin shumë përmbajtje mërkuri dhe ishin safe. Edhe karkalecat, më thonë, në mas të moderuar sigurisht se nuk është se ne jetojmë buzdetit dhe do ham çdo ditë. Nuk është se edhe unë jam ndonjë fazë e madhe, po e haja sa për alternim për të ngrënë diçka ndryshe. Po suplement mori gjatë shtazanis? Patjetër, po që në momentin para se pra në momentin që ne nisëm të mendonin, po të planifikonin, sigurisht nisa acidin folik, dhe më pas që nisa vitaminat që të sugjeroj doktori. Me këndiqesh aso kohë? Je ndjekur me të dy njësoj? Me të dy njësoj dhe unë dhe unë në fund të botës të jem, këtë e them me bindjen, do me thënë që mund të flasë dhe për familjen time, me Lidon Klausin. Unë dhe në fund të botës të jem do vija këtu të ndiqesha me të njëjtin njeri të mjek super human, realisht sepse është kthyer në biznes, kjo pjesa e të ndjekurit të shtatzanive, e lindjes së fëmijëve, sidomos nëse do ndalesha këtu, do kisha shumë për të folur. Do flasim patjetër edhe për atë. Dhe në të vërtetë të rastisësh një mjek të tillë që pjesa e parave është e papërfishme dhe pa llogaritshme në pjesën e ndjekjes, por fokusi dhe vëmendja janë i gjithë te mami dhe bebi që të jenë mirë nga fillimi deri në fund, për mua kjo ishte vërtet fati më i madh. Dhe në fakt, më the që ishte një shtatzanis e lehtë, e suksesshme, prap, me të vjellat si ke qenë? Jo, vetëm 3 muajt e parë kam pasur të përzjera, në asnjë nga shtatzanit nuk kam vjellë, por kanë qenë njësoj në atë mbarvajtjen. Thjesht kisha atë sikletën dhe rash pak në pesh, sepse nuk haja dot, vetëm pak bukë me djath, të gjërat e vogla që nuk më sikletosnin shumë. Po e kaluja me pak çaj gjingjeri, pak gjingjër me pika. Po kisha? Jo, mirë, nuk është se kisha... Pastaj, pas të muajt të tret, koka të frigoriferi, dhe kam shiruar çdo gjë, sepse isha aktive njësoj si që jam tani që nuk jam shtatzan. Pra nuk e kam limituar veten, sepse thash, ishte e mbar dhe nuk kisha asnjë nevojë të limitoja. E ke shtuar shumë në pesh? Jo, 10 kilogram, po duke menduar që fëmijët linden 300 djalë. Po të më thënë, unë kur kam dal nga materniteti kam qenë me një bark siç mund të jem tani mbasi ha. Dhe mbasi një javë njerëzit më shikonin ishte fare. E vërtet. Po ti, do me thënë, është dhe thjesht gjenetika, se unë s'kam për asgjë për këtë. Pas një javë kam hyrë direkt te rrobat që isha para shtatzanis. Është thjesht gjenetike për këtë s'ke çaj bën, do me thënë janë... E drejt, është shumë vetjake. është shumë vetjake, absolutisht, po. Dhe do të vinte momenti që ti kishe planifikuar, besoj, një lindje natyrale, apo jo? Me doktorin. Unë jam përgatitur shumë. Dhe këtu mendoj që është gjithë çelësi i suksesit, që mamat sot duhet të përgatiten, më ndëri sepse mendja është, unë mendoj organi më i fuqishëm që kontrollon çdo gjë. Është koston që është çdo gjë në tru. Isha përgatitur shumë, informacioni është baza. Kisha bërë dhe këtë kursin e hypnobirthing me frymarrjen, kisha punuar ekstrem dhe unë as nuk e konsideroja opsionin të lindja cesarian. Do të thonë nuk ishte fare në tavolinë për mua. Unë do të thonë isha e sigurt dhe e bindur që do shkonte mirë, kisha bërë një manifestim shumë të madh me veten time, dhe fatmirësisht shkoi shumë mirë, sepse është kjo që thash, isha përgatitur. Sa japshi isha? Dhe unë mendoj që ne, kur linda, 40 javë, 4 ditë kam lindur me vajzën, 41 javë me djalin.
Me të dy ka ndodhur ndryshe. Me vajzën më plasën ujra direkt, unë isha në gjumë dhe aty ndjeva në 4 të mëngjesit që më plasën ujra dhe nisemi direkt për spitali dhe aty zgjati pak procesi i hapjes pastaj nëntore gjys derisa përfundoi me sukses, por ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme është që të gjitha gratë duhet të kuptojnë që janë një forcë shumë e madhe, që do të thotë janë të brishta kur i krahasojmë me meshkuj, sigurisht, por nuk janë të brishta kur krahasojmë që ne mund të sjellim në jetë një fëmijë. Pra ne jemi të bëra për këtë, ne jemi të dizenjuara, le të themi, jemi të krijuara. Pra natyra, Zoti, kushdo qoftë që e ka krijuar, gruan e ka krijuar që ta arrisë, pra ta krijojë, ta arrisë dhe ta lindë, pra ta çojë deri në fund këtë procesin. Kështu që për sa kohë këto dhimbjet janë të durueshme nga trupi jonë dhe mund të menaxhohen me anë të teknikave të ndryshme, pse të mos e bëjmë, pse të mos e përjetojmë të. Për mua është përjetimi unik, pra nëse do më pyesësh cili është momenti më unik në jetën tënde, që ti vërtet se krahason dot me asgjë tjetër, është momenti i lindjes, ai momenti kur të del nga shpirti jot. Epidural bëra? Jo. Nuk bëra me asnjërin. Me djalin pastaj duke qenë lindja e dytë ishte shumë më shpejt, për 1 orë ka lindur, domethënë ishte sepse normalisht trupi është mësuar dhe mitra gjaj njesi proces, ishte shumë më shpejt. Po me djalin ndodhi e kundërta, më nisën dhimbjet dhe më pas në fund më plasën ujra, më ndodhi e kundërta e qartë e lindjes. Dhe gjatë kohës që ishte duke lindur me vajzën dhe procesin, i gjithë procesin atë, ç'a mendimesh ke pasur? Unë kujton në ndonjë moment? Absolutisht, në asnjë moment nuk kam bërtitur, që është shumë e rëndësishme, sepse unë mbet atë intensitetin e shtyrjes. Dëgjoja gra që bërtisnin shumë dhe mamia më thoshte mos bërtit, po moment që të vjen kontraktimi, shtrëngo fort dhe shty dhe unë merja frym, shtrëngoja dhe pra e ndisha më shumë sepse mamia është vërtet personi shumë deciziv në atë moment. Pra, o të ndihmon, o të prish punë. Dhe vërtet, nëse mamia është e mirë, ty të ndihmon të kalosh një lindje fantastike. Unë, domethënë vetes time i thoja, Alba mund t'ja dalësh, mund ta bësh, ja se tani do ta kosh dashurinë jetës së, pra i flisja vetes gjatë gjithë kohës, unë nuk përjetoja moment paniku të tipit do vdes, do bo çfarë po mundon mua, siç ndoshta e imagjinojnë, sepse dëgjojnë dhe eksperjenca të këqija, por thash, eksperjenca të këqija kam dëgjuar dhe unë varet se çfarë do ti fusësh vetes tënde. Unë thjesht nuk i bëja skip këtyre. Unë thoja që jam shumë e fortë për ta bërë këtë, doja dal. Domethënë, gjatë gjithë kohës i flisja vetes shumë pozitivisht dhe kisha manifestuar për të moment, të thash kam punuar shumë me veten. Dhe kam shijuar pa fund atë moment. Kur i dëgjove të qarën e parë, sa kam qarë, sa momenti më i bukur, kam qarë shumë, ishte shumë, dhe për drejt si nuk kam një foto atë ati momente, më thënë, aj shumë hutoj njeriu të ato momente, sa gjithë ato gra aty, dhe si nuk i thash njeriu, po merrin telefon me bëjmë foto. Më vjen i natë se nuk kam një kujtim me vajzën të momentit të parë fare. Me djalin e kam se u përgatita, po. Po më vjen i natë me vajzën se kam. Dhe sa e mbajtë në gjoks vajzën atë moment? E mbajta disa momente, nuk e mbaj më disa minuta, e mbajtëm, pastaj e morën aty përballë kisha se e shikoja se në një stallje. Unë kam lindur në maternitetin shtetëror. Dhe e kisha aty ato pastaj tek Iriu, tek Glozheni, po. Dhe jam vërtet shumë, pavarësisht se çfarë thon lart e poshtë, eksperiencë shumë unike, unë jam shumë pro shtetit dhe i falenderoj shumë të gjithë stafin dhe kushdo që ka marrë pjesë aty. Dhe e shikoja që po e masnin, po i bënin këto kontrollet e para, po e pëshonin, po e masnin e tjerë, po e vishnin ato këmishën e fatit, to gjërat e para, domethënë. Pastaj i kompleta dhoma absolutisht, po. Pra, le themi kjo është një traditë italiane, e përshtatur në e vërtet është e huaj, absolutisht e kemi huazuar, po. Pse e kishe të rëndësishme ti këtë gjë? Po se unë edhe i besoj pa këto gjërat që vërtet e di pse i besoj sepse është unë e besoj të teorinë e çfarë ju putin, ju receive, pra çfarë energjie ti jep asaj gjës, ti vërtet merr atë feedbackun. Pra është si puna asaj shembullit që japin që është shumë bazik që nëse ti e ushqen çdo ditë me ujë dhe me fjalë të bukura një lule, ajo vërtet rritet. Nëse një tjetër ti nuk merresh fare dhe nuk do përgjigjet, po. Absolutisht.
zoti. Kështu që dhe unë e besova dhe i dhash atë energjinë time që kjo këmisha fati do t'i japi fat dhe vërtet e besova. Tani atë do ta Ta bleve vetë apo ta bleu dikush tjetër? Ta bleu shoqja ime që jeton në Itali në fakt, Dorat, shoqja ime ngushtë dhe ndërsa djalit ja bleva vetë. Ja bleve vetë. Ai kujton si i përgatitet rrobat për gocën për ditën e maternitetit edhe valizhën e maternitetit e gjitha këto. Shumë kohë më përpara, domethënë në javën e 36 ishin gati sipas protokollit. Pra sa më të dëshiron të nëndet i tishe gati për çdo gjë e larë kurosur, e kopsitur në zibeg, në çdo gjë niset. Me djalin e bëra ashtu thjesht. Ndryshimi midis të parit dhe të dytë është që ti kupton se çfarë të duhet dhe jo në spital dhe me djalin mora shumë herë më pak gjëra. Vërtet ato që e dija që do më duheshin dhe që do t'i përdorja, në krahasim me vajzën që mora shumë për t'i pasur, just in case, domethënë. Me qumshin e gjirit, gjithdhënien. Eksperjenca jote si ka qenë? Nisi në maternitet, erdhi që në fillim gjiri. Që në fillim dhe unë besoj që lidhet edhe me lindjen natyrale, sepse sigurisht lindja natyrale stimulon në moment që placenta është vetë hormoni prolaktinës që aktivizohet dhe rritet dhe në atë moment dhe para pak minutash kisha një mami me lindje natyrale që i ka ardhur pas 3 ditësh. Kështu që edhe kjo diskutim. Mami thonë që jo, nuk ka lidhje lindja natyrale me cesarianën. Në përgjithësi në cesarian sa kam dëgjuar vjen pak më vonë për shkak të mua ka ardhur direkt për shemb. Okej, varet sa kam vënë në gjis, sa kam dalë nga salla. Ka stimulimi sigurisht çdo gjë. Unë po direkt e vura dhe mamit aty të ndihmojnë sepse për mua ishte era parë me vajzën dhe nuk është se domethënë dia pozicioni fiks që duhet të ishte sepse ka të bëjë shumë pozicioni, mënyra si thith, që të mos marrë shumë ajër, mjekra që duhet të puthitur, pra këndi, çdo gjë kanë të bëjnë, ka çdo gjë teknikën e vet. Sigurisht mamit aty mundsuan si fillim s'ta bëj, ai e kapi më njëherë për fat ai. Ajo se nga që kam që vazhdoni e vëgji. Bravo, nga që kam të fundit edhe. Ajo, domethënë vajza, e kapi më njëherë. Po të dy në fakt ndodhi kështu, kështu që po, e kapi më njëherë për fat të mirë. Po kur u kthyem në shtëpi pastaj ditën e tretë, pata atë mbi prodhimin, isha gati duke u krijuar një masi sepse pastova një temperaturë 40 ethe, domethënë ishte kjo faza që kjo shumë mbi prodhim aty sigurisht u fut në lojë pompa që mund ndihmoj shumë dhe shqyr janë këto mjete. Dhe e kalova, por që ishte pak e sikletshme kjo pjesa e të menaxhuarit të çfarë pompe përdora aso kohë? Përdor elektrike apo manuale? Në atë moment, duke që se ishte shumë emergjente dhe ishte natë, domethënë im shosh doli dhe bleu një manuale sa për momentin. Pastaj të nesër më mora një elektrike që të ndihmojë më shumë. Dhe netët e para në shtëpi kthimi si ka qenë? Nuk e kam ndejur në shtëpi, unë nuk jam ky tipi që madje kur rastisa një ditë me ca prindër të rinj që më thanë kemi 3 javë që jemi bërë me fëmijë dhe nuk e kemi nxjerr akoma, unë u habita, sepse unë që të nesër që erdhi më shoq më mori në maternitet ne ulëm pim kafe aty te ngjitur me maternitet. Sepse unë isha duke po vdisja për kafe një radhë pas se kisha 24 orë, 48 orë që s'po pija kafe. Dhe kisha lindur, domethënë kisha nevojë për një energji, pa gjumë. Pim kafe, një portokalli, ma pënë si sot këtë, dhe i lokalit më thënë që më marrin ka has my heart, më thënë se është ai momenti i parë. Ka qenë ishte të 3, po, pim kafe aty të 3, pastaj ikëm në shtëpi, dhe të nesër me ndolëm bëm një xhiro, më unë në asnjë moment fëmijët si kanë mbajtur brenda panxher. As vajzën as djalin, fëmijët kanë nevojë të ajrosen, kanë nevojë për oksigjen, flen dhe më mirë jashtë nga ajri, dhe nga lëkundja e karrocës dhe përdhimet e barkut i ndihmon, domethënë ka vetëm të mirë dhe benefite. Dhe mamit i bën mirë të jetë dhe pak aktive, po dhe vetë të marri pak ajër, të pi një kafe, të shkëputet pak nga ajo pjesa. Sigurisht nëse është mirë fizikisht, unë isha mirë. Gjithënia në publik, sa e vështirë, sa e lehtë ka qenë për ty? Me vajzën kam pasur në restoranat e vendit tonë. Me vajzën kam pasur pak siklet dhe shumë kohë kur dilja ja pompoja dhe ja merrja me biberon, ose ikja diku larg që kthehesha me kurriz mos më shikonin, mbulohesha pak me nap. E kisha pak siklet sepse edhe njerëzit ma bënin pak sikletshme duke qenë se shikonin dhe të sikletos pak kjo pjesa. E di që jashtë nuk e kanë, është diçka shumë e zakonshme, po ndoshta në Shqipëri shihet pak me syrin. Nuk e di si mund të shihet. Nuk jam mësuar akoma. Nuk e di, domethënë nuk di se si ta definosh se si mund ta shohësh një grua që e bën. Përveç se është një moment shumë hynor, por se di të japin pak të komplekson, të tjerët. Jo se unë vetë nuk e kisha. Ndërsa me djalin ndoti që
Nuk po e vras shumë mendjen. Ndoshta edhe sepse kur ke lindur ti vajzën, se mbaj mend edhe unë me ataren. Ndoshta edhe për faktin që je një personazh publik edhe ndikon të kthejnë syt edhe të shikojnë gjatë kohës, sepse edhe unë se kam pas problem për t'i dhënë atarës në publik. Për shembull, edhe edhe napën shumë pak sepse nuk doja ta rëndoja se ka lind në periudhë verë dhe se mendoja fare atë pjesën. Edhe por e di që syt ishin gjithkohës aty, domethënë. Dhe nuk e di pse duhet të jetë. Ndërkohë që është gjëja më normale në botë që ti japësh gjë fëmijës në publik, është dhe një moment shumë intim midis të dyve dhe mendoj që nëna ka nevojë për atë privatësinë e vet dhe ti s'ke pse rëndom ato shikimet që sikur çapo ndodh. Po, nuk ka asgjë të keq në fund fare, po është ushqim për bebin. Domethënë duhet marr fund kjo stigma e të dhënit gjë në publik, edhe mamat duhet mësohen ta bëjnë sa më shpesh që njerëzit të kuptojnë që kjo është një gjë normale. Nuk ka pse të shqetësohen edhe të futem në sikletë dhe prandaj ato 40 ditë i kalojmë në shtëpi edhe mos marrim mundimin për apo të llogarisim që pritse në këtë orë do pi qumësht apo ndërkohë që ti mund të jesh kudo dhe kjo është lëshmëria e xhirit mendoj unë. Shumë është vërtet shumë e rehatshme, sidomos natën, për shembull që ti thjesht heq bluzën e vetë pi, vazhdon flet dhe sikur s'ka ndodhur asgjë apo kudo që je në makinë, në rrugë, në mal, në det me pushime, ti thjesht je për të pirë dhe mbaron punën, është vërtet shumë komod. E ke mbajtur gjatë vajzën po, deri 2 vjeç e gjys. Gjatë me standardin e normalitetit, se unë për shumë po të më pyesësh nuk është se kisha problem, se unë s'është se mbajta nga halli, unë e shijova atë moment, madje unë kur kam hequr unë çapa, domethënë e përjetova sepse ishte sikur të ma shkëpusnin nga kërtesa për të dytë. Totalisht. Sikur, domethënë e përjetova unë më shumë se sa vajza ishte shumë e rritur dhe e kuptoj atë momentin që mami ti tani e rritur, do piq më është që siç bimbe batë rritur, domethënë ja bëra shumë soft dhe jam kundra shkëputjeve dramatike të tipit luaja me këtë, bëja me ato absolutisht jo. Unë në fakt dhe arsyeja pse ja shkëputa ishte sepse më mblodhi çuditërisht nga hiçi, nuk e kuptuam si, një ditë u zgjova temperaturë dhe po 2 vjeç e gjys dhe shkova në maternitet. Si ka mundsi? Madje ato më bëhet mamit aty. Rastisën mami të reja dhe që ndodhi se shkova të që të mashtryni, sepse nuk, edhe vajza s'po ma liron të dot, as pompa, do më thënë isha në një moment tash mos ndoshta bëhem dhe për operim, do më thënë më kapi frika, se temperaturë prape lartë, njësoj si në 3 ditëshin e parë. Dhe si duket një kanal, me sa ma shpjegon një kanal, si ishte liruar mirë, pra gjatë kohës goca kishte pirë, nuk ishte liruar plotësisht dhe ishte bllokuar dhe kur ato më ndihmuan, ajo ishte e frikshme. Domethënë ajo ishte vërtet pjesë super e dhimbshme krahasim me lindjen ta puthësh. Momenti që ato të shtyrin gjina është i tmerrshëm. Domethënë më kanë dalë lot nga syt. Ishte vërtet i tmerrshëm. Dhe më thanë mami, sa ke që ke lindur? Dhe unë aty, vërtet më erdhi zdor kur më tha, 2 vjetë e gjysëm. Ato shqyen se 2 vjetë e gjysëm. Dhe të shbllokuar, sepse ato menduan kjo tani ka lindur, sepse ky momenti ndodh. Dhe aty u detyrova mor antibiotikët dhe thash, "Okej, me që po ndodh kjo gjëja, ndoshta po e shkëpus se gjatë do vinte një moment, ndoshta 3 vjeç, ndoshta një moment që ajo do ta linte vetë, se do kishte më interes." Thash, "Okej, me që jam këtu, ja shpjegova që mami është sëmur, dhe nuk e pim dot më." Domethënë, ajo thash ishte shumë e madhe dhe kuptonte çdo gjë, ishte në kopësht, ishte, domethënë fliste si një fëmijë i rritur dhe nuk ishte dramatike. Të nesër e kërkoj pak, mami çiça, domethënë dhe pastaj thash, "Mami, se nuk pim dot, do zgjidhemi gotë shumë të bukur të pishte qumër", dhe ja bëra shumë soft atë kalimin. Dhe vërtet ishte shumë, po unë ishte ajo që përjetova shumë, sepse ai moment që ne do kishim atë gjën tonën, vetëm tonën, ishte, domethënë sikur mu rrit me një herë kështu dhe thash, nuk e kam më bebe. Tani që djali po rritet, se u bë 1 vjeç tashmë dhe afron ajo koha që do vi një moment që unë doja heshtë, më bobo, nuk do jetë më bebe. Hajtë me do të tretin pastaj. Megjithatë them, jam optimiste dhe them jam akoma e re për edhe vetes kur ja them tani, kjo momenti uaz do ke më bebe, se si më duket kur ja them vetes që për shkakun. Po pse mendon ti gjë se i ke dhe çunën e gocën apo çfarë? Jo, po për shkakun se them, okay, domethënë thjesht opsioni që e hedh në tavolinë që a do bëjmë më apo jo, të tipit që kur e mendoj të opsionin që ua, pse ky është i fundit dhe si më të më vjen keq, ua, jo, dua prapë. Pastaj them që jo, po pse, unë dua ta bëj edhe një. Domethënë është i monotav kjo opsioni që kismet, nesër pas nesër. Nëse Zoti e jep, se jo. Sepse unë jam rritur në një familje shumë të vogël, jam fëmijë vetëm dhe gjithmonë e kam vuajtur këtë pjesën. Dhe prandaj s'do doja kurrë që vajza ime ta provonte këtë ndjesinë të qenit vetëm. Sepse ne e dimë që prindërit nuk do janë për gjithmonë, kështu që të pasur një motër apo një vëlla gjithsesi është një lidhje shumë e madhe në këtë botë. Si me gjumin, si keni qenë?
Mashallah, mirë me të dy dhe me vajzën, domethënë e vija në gjumën e 9 të darkës dhe në 9 të mëngjesit më zgjohej. Ka qenë, unë mendoj ka qenë shumë dimese madhe, sigurisht edhe fëmia ka të bëj, por dhe rutina ndikon shumë. Unë kam qenë shumë strikte. Dhe jam, e di që shumë më kanë gjykuar për të pjesë dhe vazhdojmë gjykojnë, Alba po Lenam, po pse nuk del. Po më gjykojnë sepse ti nuk po shijon jetën, ti e ke lënë jetën bazdore, ti nuk del më. Është prioriteti yt në këtë moment. E pra, dhe unë këtë mendoj që, shiko, unë në momentin që kam bërë fëmijë, kam marrë parasysh disa gjëra. Dhe në asnjë moment nuk kanë dalë dëshirat e mia dhe qefet e mia mbi nevojat fizike apo emocionale të fëmijëve. Sigurisht që ka shumë gjëra që unë i kam thënë jo dhe nuk pendohem në asnjë moment. Sepse për mua primar, tani, do me thënë flasë në këto fazë të jetës, kanë qenë këta. Pra, vajza në ato kohë dhe tani nevojat e djalit. Sigurisht unë mendoj që do vi një kohë që unë do kem nevojat e mia, të iki diku me bashkëshortin vetëm, apo të fokusohem më shumë ndoshta tek një projekt apo tek karriera, por momentalisht nevojat e tyre për mua prevalojnë. Jam më të rëndësishme. Kështu që në rutina tyre për mua ka qenë dhe është shumë strikte, kur të hanë dhe kur të flerë në 9 të darkë, sa unë ishte 32. Sofia ka pak më vështirë të flej, sepse e zë pak, po them 20 minuta më vonë se djalë, por ri aty shtrin kravat derisa e zë. Pra është 32 dhe nuk e konsideroj fare, absolutisht jo. Është shumë rëndësishëm gjumi për fëmijët. Në një dhomë apo të ndarë në dhomë? Për momentin në një dhomë, fëmijët më vonë sigurisht kur edhe djalë të rritet do pse e ke zgjedhur kështu? Po sepse është akoma i vogël dhe unë akoma nuk e kam. Pra të për Sofia? Sofia, me ka pak të vështirë të shkëputhe nga ne. Edhe djali do e ketë Alba më beso. Por ndoshta djalin do ta shkëputim pak më shpejt, se me të dytin ti bëhesh pak më trime. Ka dhe pak të frikë ato, mami kanë frikë të flej vetëm, kanë frikë nga errësira, mami shtrigat, këto iluzionet që kanë kjo mosha. Po ja, të rritje dhe pak djali do t'i kalim të dy pastaj. E qartë, më të nuk ta mban zemra. Për momentin jo. Do presësh derisa të shkoj 10 vjeç, Alba, më beso. Uroj që jo. Uroj që jo. Ty të kam zdilinë, thojza për të pjesë, sepse e ke shkëputur shumë herë. E kam shkëputur. Po mos më kia zdili se e marr në krevat. Vetëm të pjesën e shkallëve nuk e di si ja ke dalë, s'është të merr. E të merr ty, po. Po s'ke qa bon, atë nuk... Po, te kjo pjesa për shembull, unë atë pyesja vetëm, për shembull si ja bëje ti me temperaturën kur nuk ishte i ri aty. Ço e merr domethënë ri aty gjithkohës. Kur kishte temperaturën mbaje gjithmonë krevat, nuk kishte shans që unë ta hiqja nga krevati. Janë ca gjëra që nuk i eviton dot. Po patjetër. Më derisa shërohej plotësisht, ajo nuk dilte nga krevati. Domethënë sepse unë jam me fiksime pastaj, o tani, o pastaj, dhe se është shumë e vështirë. Të ndrosh pelenën. Ka qenë e vështirë për ty? Po e mësova në maternitet, pra. Që në maternitet ta mësuan ata? Po, që sepse i pash, i thash si ta lidh, si ta ngjis, si ta mbaj bebin, si ti mbaj këmbën, si ta lëviz, nga që edhe s'kisha mbajtur kurrë në jetë një fëmijë aq të vogël, se çka kanë qenë fëmijë të shoqërisë, kanë qenë të mëdhenj. Kur i ke mbajtur dhe prap s'është njësoj me një bebe të sapo lindur. Sikletit? Kisha pak siklete kjo pjesa që mos po e vras, mos më rrshket, ose mos tek pjesa e larjes njerë, nuk e kam larë vetë një muaj. Më kanë ndihmuar mami sepse kisha shumë frikë mos më rrshkiste. Kisha shumë. Kurse me djalin pastaj është fikse ajo që thon me të dytin me të tretin ti e la në lavaman, domethënë ky lloj krahasimi që ti je totalisht eksperte. Po bashorti sa asistus ka qenë në këtë pikë. Ka qenë suport shumë i madh aty, por në asnjë moment s'ja kam lënë aty ta bëj. Jo, nuk kam besim tek askush përveç dorës time, më kupton? Jam kaq shumë obses dhe fiksuar. Por që sigurisht ka qenë aty në çdo moment që për shembull kur e lani, i më mbante peshqin apo më mbante kokën apo më ndihmonte, por që jo se unë ta lë atë vetëm të bëj diçka. Je një mame fiksuar? Jam, për fat të keq jam. Nuk është gjë e bukur për të thënë, nuk është gjë e mirë, sepse nuk e shijon fullin 100% çdo gjë se e gjagjikos në atë anktin që kanë mamat që janë fiksuara. Por kështu jam, është me forcë unë, nuk është se dua të jem kështu. Jam vetë natyra e tillë. Ka mama të tjera që vërtet janë shumë më të lirshme, shumë easy going, dhe sepse ashtu janë vetë si natyrë dhe I admiroj për këtë, por unë nuk e bëj dot, është me forcë unë asnjë vajzën për shkakun se ja kam lënë asnjë njeriu që ta mbaj, as ta nxjerrë, e kam mbajtur vetë, e kam nxjerr vetë. Domethënë as ti më shoh që nuk e lej, më thoshte po rri pusho, fli 2 orë, ti ta marrën gocën ta nxjerr xhiro. Jo, I thënë në asnjë mënyrë do ikim mbar, do vi dhe unë. Domethënë aq shumë e fiksuar.
Ndikoi kjo në gjendjen tënde emocionale, Alba? Jo. Ti nuk e pasur baby blues, mendon? Kam pasur pak angst të rria vetëm, ndoshta kjo mund të ketë qenë mund të jetë përkthyer si në baby blues. Për shembull kur vinte mbasditjat e darka, që arsye kam pasur shumë problem që mos e kisha tim shoq aty. E kisha kështu si pikë referencë dhe sigurie që ai nëse për shembull do dilte qoftë edhe të blinte diçka është, unë thotë lutem mos u vono, nuk e di pse kisha frikë të rria me vajzën vetëm. Vetëm në darkë, pra në moment që fillon të errsohej dhe mendoj kjo duhet të ketë qenë një lloj forme baby blues. Por që nuk kam qenë ky rasti që për shembull të vuaja, të kisha mendime të errta apo jo. Thjesht prekesha, po, siç ndodh shtatzan për shkak të hormoneve, isha më lehtësisht emocionale, ose unë vetë jam normalisht natyrë emocionale. Imagjino, domethënë shto dhe hormonet e paslindjes e kështu dhe cila është gjëja që të befasoj më tepër gjatë javëve të para me gocën, pra një gjë që ty... Tek vetja ime? Po te vetja të... Mendoj forca, nuk e dija që kisha aq forcë, që mund të diell apo të përballoja çdo lloj gjë që më dilte para. Po mendoj kjo është dhe ajo që thash më parë, informacioni, pra nuk kisha këto ankth, edhe pse isha mam për herë të parë, nuk kisha këto frika që o bobosi do ja bëj për to, bobosi do ja bëj për atë, edhe në momentin që ndodhi ai sikleti me gjirin apo dhe një moment tjetër që vajza për shembull kishte një lloj regresi në pirje, nursing strike që quhet, e gjeta zgjidhjen vet pas nevojë për ndihmë. Domethënë e kam menaxhuar çdo gjë shumë mirë duke u informuar. Mendoj kjo ka qenë ajo që më ka ndihmuar shumë. Për të dy ne, flas po. Që se do të bëj një krahasim, cila ka qenë pjesa më e vështirë për ty, mungesa e xhumit apo pjesa e përgjegjshmërisë, përgjegjësia për atë qenie që ti ke sjellë në jetë? Të jem e sinqert 100%, se nuk jam natyrë që i zbukuroj gjërat, kjo është e mirë dhe e keq në rastin. Nuk kam pasur problem këtë pjesën, sepse kur e planifikuam, ishim të dy shumë të sigurt dhe e doni shumë gati. Pra mendoj që ti kur je shumë gati, ti nuk e vuan këtë pjesën që vjen pas. Pra gjithë atë përgjegjësinë e madhe që ke mbi supe, ti nuk e vuan sepse pikërisht e do këtë gjë dhe je gati me të gjithë atë që vjen pastaj. Kështu që nuk e vuajta as të pjesën që o bobo po rri në shtëpi, është ora 9, nuk po dal si dikur apo duhet i përgjigjem nevojave të fëmijës, s'po iki pak te ky eventi apo tek kjo dasma apo mos e të thash. Pra nuk i kam vuajtur fare këto, as përgjegjësinë e madhe, sepse e doja aq shumë sa çdo gjë më dukej shumë është si të thuash si një projekt që ti e merr përsipër, do ta çosh deri në fund me të mira, të këqijat, probleme, sfida, çdo gjë, bravo që vjen nga pas. Edhe këtë pjesën e xhumit, të them të drejtën, nuk e di pse e kanë kaq shumë, e thon si dram. Tani të rinë sot po rinë zgjuar tër natën nëpër klabe, po shijojnë një night out për çef dhe e kanë shumë problem të rinë zgjuar për fëmijën e vet. Po thënë kjo më duket paradoks shumë i madh. Po ndoshta nga që nuk e bëjnë çdo natë, prandaj kur ajo kthehet në çdo natë. Nuk e di pse çdo gjë duhet ta hiperbolizojnë si diçka shumë madhore. Unë mendoj që okay, është një sfidë momentale, do kaloj. Domethënë kam qenë shumë sportive në përballjen e sfidave që më kanë dalë. Nuk e kam përjetuar si diçka madhore. Vera nuk mund t'ishte më e bukur se kaq, sepse Kids Around në ring ka bërë 50% ulje për koleksionin e Verës, kështu që vraponi për të marrë veshjet më të bukura ndonjëherë dhe më të rehatshme dhe për më tepër brende fantastike si Karl Lagerfeld, Kenzo, DKNY e shumë të tjera ekskluzivitete që janë vetëm në Kids Around. Si ndryshoi çifti kur erdhi bebi? Si ndryshoj. Sigurisht që kohën pastaj ti fillon e menaxhon tek momenti që fëmijët flen, edhe absolutisht e ndryshon pak. Mendoj që më shumë se sa ndryshim, do ta quaj evolim. Pra evolon në një fazë tjetër, kalon në dimension tjetër. Kush është më i butë dhe kush vendos kufint në çift? Ne kemi qenë të dy shumë të butë me gocën, dhe mendoj që kemi bërë gabim këtu. Se njëri duhet të jetë pak më autoritar. Sepse duke qenë se kishim të dy kaq shumë të butë dhe kemi përkëdhelur kaq shumë pa limit, pa i vënë kufi, këtu e kemi na ka ardhur si bumerang tani që ajo është 6 vjeç dhe domethënë ka atë karakterin e vet ashtu të fortë dhe pak sfidues dhe pak kokfort dhe ne tani po përballemi me pasojat dhe tani kemi filluar po i vendosim pak kufi dhe pak qartë.
limita. Që është pak e vështirë normalisht. Pak e vështirë, jo e pamundur, se jemi akoma në kohë, por jemi pak vonë në ato afati që do të bërë. Ti ndan shumë momente patjetër në Instagram, speciale, shumë të bukura të tuat. Po momentet e vështira, ke zgjedhur ti ndash në Instagram? Po, kam ndarë shumë. Për shembull, çfarë momente? Cila kanë qenë po edhe këto me gjithëdhënien, me një regres për shembull. Çfarë më ka funksionuar si ndodhur regreset? Po regreset e pirjes, për shembull për vajzën që unë ajo kur ishte 5 muajsh, filloi nuk po e kapte më gjirin dhe po ma refuzonte. Dhe sigurisht ishte e parë që më ndodhte dhe kur e çoj tek pediatria më thotë që ti nuk e ngop nisi formul. Çfarë, tash unë kisha qumësh për të shitur, jo për të mos e ngopur. Qa thuaj dhe zbet fjalë, nuk është kjo. Dhe unë pastaj fillova bëra ato ulëmtimet e mia, kërkime dhe kuptova që kjo ishte nursing strike, ishte le të themi greva e oris në thënë shqip, që fëmia thjesht refuzon të pirë si regresi gjumit, thjesht është në pirje. Dhe thjesht aty ti duhet të gjesh mënyrën si ta kalosh, që sigurisht që kalon. Aty e kuptova që për mua funksiononte që çohesha, jepja për të pirë duke ecur, duke bërë gjëra për shtëpi, në një vend të errët, jo me stimuj shumë. Dhe kur ishte pak për gjumësh, pra në moment që ishte pak se për gjumë, aty pinte shumë mirë dhe i kaloj, absolutisht. Por mendon nëse unë do kisha dëgjuar këshillën e pediatrës në atë kohë. Pra është shumë e rëndësishme që ti të kesh besim tek dijet e tua, ti jesh shumë e informuar dhe të kesh besim tek intuita e nënës. Me shëndetin keni pasur sfida? Patjetër, shumë. Nuk besoj që ka nën që s'ka pasur, por sidomos momentet që ka nisur që erdhen në kopshtin, vajza ka nisur kopsht direkt, se e qova vonë, 2 vjeçë ca, sigurisht çdo muaj ishte sëmur, sfidat pastaj kanë qenë të njëpasnjëshme. Ka pas në një më të fortë që ty të ka lënë shenjë? Një moment që ka qenë vërtet e kam përjetuar pak keq, ka qenë kur goca ishte 1 vjeç e gjysmë dhe kaluam Covidin në fakt të gjithë. Po e kaluam goxha shumë, goca ishte me 40, shumë rënd, e çuam në urgjencë gjithë natën, pastaj kur u kthyem në mëngjes, im shoq me 40 dhe unë po ashtu, nuk kishim asnjë njerëz që të na vinte, pra ishte shumë e vështirë. Dhe s'kishim asnjë njerëz, domethënë sepse normalisht ishte situata të tillë që të gjithë kishin frikë dhe s'mund të përballesh. Jo, po njëkohësisht dhe mami im ishte nga ana tjetër sëmur, kështu që domethënë ishte një kaos që me zi e menaxhuam, se ishim të tre shumë keq. Ajo ishte një sfidë pak e vështirë. Përfunduan në spital apo jo? Ne jo, po vajzën po. Po. Kurse me djalin pastaj kur ishte 3 muajsh, kaloi një temperaturë 39, që i zati vetëm 2 ditë, po e çova në urgjencë sepse nuk më kishte rastitur kurrë me një beba ishte vogël, domethënë, dhe s'dia sa paracetamol të jepja, domethënë isha shumë dhe u trëmba se 39 nuk është temperaturë e lehtë, le të themi. Plus që ishte edhe i vogël, 3 muajsh, e çova në urgjencë, aty e kaluam gjithë natën, domethënë, le të themi këto kanë qenë sfidat shëndetësore. Plus minus po. Antibiotik i ke dhënë? Po, patjetër. Nuk besoj se ne që jetojmë në Shqipëri kemi shpëtuar këtë trendi. Se është bërë si trend, për fat keq. Ajo që mendoj që është më shumë problem është të kesh diagnozën e duhur nga doktori. Sepse këtu i fusin të gjitha në një thes, pavarësisht se fëmia mund të ketë një X viroz, që ndoshta s'ka fare nevojë për antibiotik, të futet në të gjithë thesën e virozave të tjera dhe ti merr antibiotik që ndoshta s'ke nevojë fare se mund të ka lidhë vet, mund ta përballë trupit vet. Pra është një fije shumë e hollë që e ndan këtë të japësh mos të japësh, vetëm një mjek i mirë ta përcakton. Gjë që është bërë pak e vështirë sot, sepse çdo gjë është kryer në biznes, si lindja, që do doja shumë të ta preknim. Sepse lindja vërtet është kryer në një biznes. Sa mendon ashtu? Unë do doja shumë të kryej një studim, nuk e di nëse është bërë. Se sa është përqindja që lindin naturalisht e sa është përqindja që... Më shumë është natyrale. Më shumë, e sigurt, është bërë një studim i tillë. Sepse unë të gjitha rastet që dëgjoj, apo të gjitha rastet që shoh... Sepse është rrethi jon, që shumica... Dhe nga vetë mjekët e shoh që promovohet shumë tendenca të lindin me cesarian. Dhe përdoret e njëjta taktik për të gjithë. O është bebi shumë i madh nuk e bën dot, o të janë paksuar ujrat, duhet të futemi direkt në stall, o tjetra pse të ndjesh dhimbje, më mirë futu se e rehat. Dhe kjo bëhet për shumë arsye, qoftë për më shumë para
po qoftë edhe për më thjesht, për mbaruar punë më shpejt, sepse mbaron operacioni dhe vazhdon jetën doktori. Pra, nuk më pëlqen kjo forma se si po bëhet sot. Ndërkohë që duhet promovohet nga mjekët e kundërta, po dhe mamat vetë me rrethin e tyre duhet të kenë më shumë besim te vetja vetë dhe te forcat që kanë si grua, që ti vërtet je e fortë për ta lindur një fëmijë. Nuk ka asgjë. Askush nuk ka vdekur nga dhimbjet e lindjes. Ka pas komplikacione, ka pas me komplikacione. Absolutisht, por nga dhimbja, pra nga intensiteti i dhimbjes nuk ndodh asgjë. Trupi jot është bërë për ta përballuar të dhimbjen. Me këtë po më thua që nuk e bër nipt për të zbuluar gjinin. Jo, në asnjë nga shtazanit. Asnjë. Nuk e kam bërë. Kjo ha debat, sepse disa thonë që duhet bërë patjetër, unë dëgjova dhe preferova të besoja mjekun tim, kur më tha që analizat kanë delë gjitha mirë dhe bitese dhe zhgjë, unë tha për arsye qoftë gjenetike, qoftë historikun tënde, mosha zhgjë, nuk shoh të arsyeshme që ti të kesh një indicie që mund të kesh në një problematik, apo nëse ti vetë do, patjetër je shumë me lirë se absolutisht secili është i lirë bëj çfarë. Unë thjesht nuk e ndjeva, unë i besoj shumë asaj të gut feeling që thonë ata instiktit. Unë thjesht nuk e ndjeva ta bëja, me thënë drejtën. Pra nuk bëra as gender reveal, baby shower. Ta them të drejtën, përtoj shumë për këto. Shikoj, kam shumë alergjisjeri, mund të shkoj në këmbë nga këtu deri në kino studio tani, domethënë jam shumë. Por këto gjëra nuk e di pse më bezdis. Nuk jam pjesë. Përtoj shumë, domethënë më duket shumë impenjimi i madh, ajo pjesa e të ftuar organizimit ti që duhet merresh me njerëz, nuk kam nerva. Drejt, ndërkohë që ti duke shijuar momentin tënd më të bukur në atë moment. Më prishet shumë, në këto fasitës dua shumë të ri në shtëpi rahat. Tash jo, dhe kur lëviz nga jashtë shtëpisë dhe me fëmijë dhe kështu më prishet shumë ajo Terezia. Më ka kapur një lloj kështu si. Nuk e di as mosha 35 plus. Por jam si e përjetoi Sofia kur mori vesh do vinte një vlla dhe një motor? U mërzit pak aty, më tha mami, tha po unë ju luta Zotit për motor, tha Zoti tha që nga shumë i keq, tha se nuk ma plotsoi dëshirën. Jo, i thash mami. Zoti thash është shumë i mirë dhe Zoti më ka dhënë ty dhe unë besoj shumë dhe unë e kam edukuar shumë me frymën e Zotit. I them gjithmonë që ne duhet unë vetë po shumë falenderuese mirë. Unë vetë lutem çdo natë dhe them faleminderit Zot për çdo gjë që kam. Dhe kam rritur me këtë frymën që i thash Zotit të dosolli ty që je mrekullia më e madhe për ne, por e di pse e bëri këtë, që ti të kesh një vëlla, që të mbroj, të jetë me ty në çdo moment dhe ti do të dali akoma dhe më mirë se Zoti e di pse i bën gjërat. Pse na duhet. Se ndryshon planet, absolutisht. Kur lindi djali, a kishte momente xhelozie të Sofias Karshi? Ky ka qenë moment i vështirë në fakt. Shumë. Muaj i parë ka qenë shumë i vështirë, domethënë për ne psikologjikisht, dhe nëse do më pyesje që cili ka qenë momenti më i vështirë në gjithë një vit, se djali tani u bë 13 muaj, pra i bëri një vjeç, momenti i menaxhimit të parë me Sofian dhe këto momentet e para në shtëpi kanë qenë vështira shumë. Shumë për të menaxhuar emocionet e veta, shpërthimet, se ajo vetë është natyrë shumë ekspresive, shumë që do të dominojë, do të jetë vetëm ajo. Pra është pak natyrë jo e lehtë për të menaxhuar dhe në momentin që është mësuar 5 vjet vetëm, se në atë kohë sa kishte bërë 5 vjeç, 5 vjet vetëm, çdo gjë që ishte ajo në fokus të çdo gjëje, ishte pak e vështirë për atë ta përtypte që s'është vetëm ajo dhe në momentet që do të ndahej. Do të ndahej sepse për hir të së vërtetës ndahet. Ti nuk mund të jesh dhe të luash me ato dhe ti bësh çdo gjë si më përpara, po dhe ti japësh për të pirë apo të ndjekësh oraret e bebit se do fli, apo unë për shkak që isha gjithë natën pa gjumë, të dy ne që e bënim me turne, dhimbjet e barku, pra ato sfidat e fillimit. Ndërkohë, gjatë ditës menaxhonim dhe këto tantrumet apo shpërthimet e inatit, që thoshte, më mërziti vllai, njëherë donte, po the njëherë thoshte, më mirë mos e kishte bërë fare. Domethënë këto fillimet që besoj të gjithë kanë kaluar. Por tani për shembull ajo është shumë ndryshe, ka kaluar kjo faza, e do shumë, e merr e shtrëngon duke e puthur, edhe luajn shumë, domethënë ai e do shumë, se dhe është rritur me figurën e asaj aty. Edhe kërkon shumë, për shumë kur s'është në shtëpi, bën tia, se tia i thret, jo Sofia. Edhe, domethënë e kanë këtë lidhjen shumë të bukur tani, por ama fillimi ishte shumë i vështirë për të menaxhuar. Se mendoj që prishen pak balancat midis të gjithëve, por rigjehen, është sfidë që kalon. Cili ka qenë momenti që të ka prekur kur i ke parë të dy? Momenti që unë deri në atë moment që linda djalin, nuk isha shkëputur në asnjë moment nga Sofia. Pra se kisha lënë asnjëherë për shkak të mami 2 orë, 5 orë, ose të flinte një natë pa mua, as kishte fjetur kur në 5 vite pa mua. Në asnjëherë në asnjë moment. Prandaj them që jam pak e fiksuar.
Nuk e sugjeroj ta provoni në shtëpi. Dhe pushime s'ke bërë asnjëherë. Më thonë, unë si kisha lënë asnjëherë ta vinte jatë në gjumë. Pra, unë kam qenë 5 vjet dhe uan që jam marrë me të përgjigje. Dhe kisha jam shumë super hiperprotektive. Dhe ai momenti që unë do të shkoja te lindja, do të thënë ishte era parë që unë e lija dhe vojta shumë. Dhe për çudi, kësaj ditë gjumi në 5 të mëngjesit, në atë kohë në 4 gjys lindi vllai dhe në 5 të mëngjesit dhe më merr në telefon se lash mamin aty kur ikëm për spital se në 3 nisur të natës, në 4 gjys lindi djali, pa aq një orë ca. Kësaj doli shumë në 5, pastaj sa u bë gati e kështu sikur e kanë ndjerë që nuk isha aty dhe po ndodhte kjo gjëja. Dhe ai momenti kur ka ardhur, është vërtet ashtu siç e përshkruajnë, është shumë emocional, sepse përveç gëzimit që ti ke që ke këtë bebin do të thënë këtë dashurinë e dytë shumë të madhe, ti ke janë të lidhura kështu në atë peshoren që s'di kush është më shumë, edhe atë ndjesin e fajt që të duket sikur po si ja bëra, mos të lë pas dore, mos mërzitet, mos e vuan, ajo u prek, më frusit me lot. Do të ishte moment shumë emocional për të gjithë. Ishte i bukur shumë. Por prapë është kjo ndjesia fajt, është ai natë. Unë madje edhe me djalin thoja që duke qenë se është i dyti fëmia, qof vajza apo djalë nuk ka rëndësi, po që është fëmia ti thoja, po do ta dua sa gocën. E kisha këtë dilemë dhe këta që kishin 2, 3, më thonin po moj, do të thënë patjetër që e do, do të thënë çfarë thua, nuk ja do ta shikosh. Por është vërtet që janë ca gjëra që ti provon vetëm në momentin që të vinë, do të thënë që jep përballë asaj, nuk e kupton dot përpara. Ara ti e ke përjetuar dashurinë e bebit sapo ka ardhur në jetë apo të zhdashur ka? Po. Pra, ti ke dëgjuar këto versionet e tjera të mamave që nuk vjen më njëherë. Po, i kam dëgjuar është shumë personal. I kam dëgjuar edhe të ty madje, do të thonë që kanë qenë të dyja variantet. Për fat të mirë jo, nuk e kam pasur këtë që më zhdashur ko të ambientohem, madje në atë momentin që direkt ma kanë vënë këtu, domethënë ka qenë si në për filma, ka qenë shumë magjik. Është shumë personale, është përjetim shumë... Pra ty të ka ndodhur e kundërta atë sa që unë sa po thash, domethënë isha ka ardhur më një herë. Unë isha shumë happy për këtë gjë që më kishte ndodhur. Isha vërtet domethënë në momentin më në ekstazë e dëstime, isha në delir, realisht e shijoja shumë, çdo moment e mirë, e merrja, dilnim ikrim bashku doshkoja, bëja thonjë, bëja flokë. Pra në çdo gjë e shijoja çdo moment me të. Pra nuk kisha këto thash drama, ato vuajt, ato dilemat, e kam shijuar shumë më mësim dhe e shijoj. Çfarë të ka mësuar djali një gjë që nuk ta mësoi vajza? Që zemra sa më shumë në të bësh, aq më shumë e madhe u bë, domethënë u zero ka ajo dashuria pas ka vënë për të gjithë. Vërtet. Edhe djali nuk e di pse më ka bërë më shumë të ndjeshme se unë jam shumë, por thjesht duke parë dhe ata ashtu beb të vogël dhe kur ka ndonjë siklet të vogël ti mendon që është i dyti dhe ti je fort tashmë, nuk e ke problema as temperaturën, as një gjë që i ndodh. Por jo, unë prap kur shoh ato 40-ën te termometi prap panikosem i soj, domethënë nuk. Dhe në fakt do të pyesja, të ka qetësuar më shumë i dyti apo të ka xhetuar më tepër dhe të ka bërë më shumë protektive? Jo, protektive jam në këtë të thash, është nuk e ndron dot. Imja nuk e ndryshoj dot. Por thjesht kam punuar pak me veten time, që e kam lënë për shkak që 6 muaj që u riktheva në punë, gjë që më gozon se kisha bërë kurrë. E kam lënë me mamin në shtëpi. Dhe kjo ishte shumë hapi, madje njerëzit u çuditën dhe u shokuan që s'ka mundësi ti që s'e ke lënë kurrë vajzën. Dhe me djalin thash nuk do ta bëj këtë gabim që bëra me vajzën, që të isha kaq posesive dhe ta mbaja 100% vetëm unë. Dhe në fakt nuk më ka dalë keq, ai është bërë, po, patjetër është bërë dhe më i pavarur, nuk është se për shembull nuk rri dot pa mua gjithë kohën, siç ndodhte me vajzën, që po mos më shikonte mua as me babin e vet nuk rinte, domethënë edhe kaq fanatike, sa që isha me vajzën nuk doja të isha me djalin dhe e kam lënë pak më të lirë. Çfarë shpreson që të kujtojnë fëmijët e tu për fëmijërinë e tyre kur të rriten? Unë shpresoj që kur të rriten të kujtojnë që janë rritur me shumë dashuri. Është absolutisht kjo është besoj ajo që do donte çdo prind. Kur kanë folur dhe krahasimin me të dy? Kjo pjesa pastaj është pak kështu për çeshur sepse me idenë që thon kur ke një fëmijë shumë të prapë, shumë mistret, shumë aktiv, ti tjetri do ta kesh shumë të urtë. Unë eca me këtë bindjen që është djalë, do jetë pak kështu si i urtë, si qoftë vogël.
është totalisht, nuk di, është identik si e motra. Dhe thash, po pse nuk pata të kemi fëmijë të urtë? Është, jo, për këtë pjesën e të folurit, unë besoj që është gjenetike. E qartë. Një, dhe e dyta e stimuluar dy, sepse asnjëri nga të dy nuk ka pasur akses me ekranet, goca shumë vonë. Është stimuluar shumë nga ne, nga unë sidomos, sepse edhe shpenzojmë shumë kohë me ta, po edhe nga jati. Lojra, stimulimi me fjalë, i flasja gjithë kohës për çdo veprim që unë bëj, ja them, mami mori mollën, do haj molla, do bëjmë këtë, do dalim xhiro, baby e tjerë, dhe të dy kanë folur shumë shpejt. Dhe unë vetë dhe im shoq kemi folur të dy shumë shpejt vetë si fëmijë. Pra unë besoj që janë të lidhura. Janë absolutisht. I ke qenë survejuese ti për secilën milestone, pra le të themi arritje të tyre në zhvillim. Po besoj se si çdo prind absolutisht që i vëre, edhe jemi me kamera në dorë që shkoj se bëri bravo, do të thënë më shumë i pasur të kujtim, po absolutisht që jemi. Vaksinat e ke bërë të gjitha? Po, të gjitha, absolutisht. Të gjitha, jam shumë. Ke pas dilemat e tua? Jo. Në asnjë moment nuk besoj që nuk e besoj këtë teorinë, se cili pastaj krijon bitjet e veta në bazë të ato, nëse do t'i ndajmë shkolla mendimi apo grupime mendimi, unë zgjedh të besoj që nuk ka lidhje me autizmin dhe ja kam bërë në kohë. Mund t'ja kem shtyr për shkak viroza, do të thonë shumë pak. Siç ndodh shumë prindërve. Po, por jo për arsye që besoj se lidhen me këtë, jo. Në asnjë moment nuk kam pasur të dilemën. Po, pjesën e suplementeve në vazhdimsi me fëmijët e ke përdor? Po, e kam përdor, jam pro. Edhe për këtë, shikoj se nga që eksperiencat janë shumë të ndryshme, se të gjithë kanë atë tendencën të t'japin mend, ndërkohë që unë si kërkoj mend askujt, jam e sinqere, as shoqeve të mia. No, mund t'i kërkoj ndoshta për shembull çfarë i përdore për këtë apo çfarë i dhe për këtë, po në momentin që për shembull unë kam zgjedhur t'i jap suplemente, nuk pres të vish ti të më japësh mund dhe të më thuash shiko se përmbajnë këtë, përmbajnë atë, mos ja jep, shiko unë e di vetë, domethënë nuk ka nevojë. Dhe e kanë shumë bezi të pjesë që t'i japin mend pa ja kërkuar. Mendoj që secili duhet jetojë atë jetën e vet në qetësinë e vet, në terezin e vetë, pa i ndërhyrë tjetërit në vëndi që si takojnë. Edhe ti kur e ndanë në rrjetin social, për shembull ti e ndanë sepse ashtu e mendon, por nuk të detyron. Bravo, unë për shembull gjithë eksperiencën ime qoftë me vajzën, qoftë me djalin, e kam darë fulli, pra në çdo dimension, në çdo moment, qoftë të mirë, qoftë edhe të vështirë, por e ndaj sepse për të thënë, kjo është eksperienca ime. Nëse ti ke diçka të mirë për të marrë nga kjo, për të shërbyer ty si mamë, it's okay, është shumë mirë. Nëse ti për shembull nuk e gjen veten, pra vazhdo jetën tënde, bëje siç do ti. Ama unë as si moment nuk i imponoj se përdorini këtë, bëni këtë, mos ja bëni këtë, nuk merr cilësinë e mjekut, pra. Absolutisht, të mjekut, jo, pas nuk i gjykoj, për shembull, të jap moralizma, pse i lini në ekrane, mos i lini, bëjni këtë, mos i bëni atë, absolutisht. Thjesht kur më kanë pyetur për shembull në ask që Alba çfarë ke bërë për këtë, kam thënë që shiko po, i jepja lojra të luante në telefon në një farë momenti, po që e kam thënë siç ka qenë eksperienca ime. Kur e ke prezantuar telefonin për herë të parë? 2 vjeç ka qenë që fillova ti tregoja ato këngët, madje ajo më përpara kur dëgjonte këto Baby Shark apo ato këngë kishte frikë, nuk e di pse i dukeshin si kështu, ndoshta si kishte mësuar. Filloi pastaj të shikonte, ka qenë një Xhaxhi Blipi, se ne thënë Xhaxhi Blipi. Ka qenë kështu si fani dhe shikonte kështu dhe i pëlqenin se ato vendet ku ai shkonte, tregonte kafshët etj etj. Megjithatë ky ka qenë prezantimi i parë, sigurisht i moderuar, absolutisht, se unë viça në shtëpi dhe nuk kisha edhe qartë se Talia të shikonte. Por që me moderim, pastaj filloi një fazë që kur u rrit që të bënte këto lojrat e moshës vet me make-up, me puzzle, me të ndryshme. Por tani jam shumë krenare për këtë pjesë. Më saktë është burim ai që i ka gjithë kreditet dhe i meriton merita, sepse vjet në gusht, pra ne tani bëjmë në gusht një vit fiks që ajo nuk përdor ekrane për lojra, sepse filloi një moment që kaloj pak atë limitin, që ti bëj pak si vest që ma jep telefonin këtu, ma jep atje, dhe unë dhe nga që sa po linda në qershor, dhe unë mundua mos e pushim shumë, mos i jemi shumë. Dhe aty ajo pastaj mori pak më shumë se ç'duhet, dhe në gusht kur ishim me pushime, i tham nuk e për ta prekur, sigurisht ishte e vështirë, se filloi me ato tantrumet e nervozizmin e parë, që jo e dua,
Por që kalon, si çdo ves, si cigaria, si çdo ves që mund të ketë njeriu në jetë, kalon edhe kjo e telefonit. Dhe madje i bëri më mirë sepse tani ajo shpenzon shumë kohë duke vizatuar, tani lexon, domethënë e fut trurin në punë dhe gjen dhe gjëra nga hiçi për tu marrë. Tani është në parashkollor? E mbaroi parashkollorin në shtet, e bëri në shtet, në shkollë shtetërore. Jam i kënaqur për këtë eksperiencë. Sigurisht e mira s'ka fund. Ashtu si dhe e keqja, por jam e kënaqur, ka pasur rezultate shumë. Si zgjodhi shtetit në këtë rast? Po sepse mendoj që programi ishte shumë i mirë, jo se nuk është i mirë në privat, thjesht unë për çështje se edhe afërsie, edhe feedbacku nga të tjerë që kishin provuar, isha shumë pro asaj shkolle shtetërore. Dhe më pëlqeu dhe programi që bënte shteti. Sigurisht thash dhe privati ka programet e veta, nuk thash nuk e bresh në njëri tjetrën. Thjesht më rezultoi shumë pozitive si eksperiencë. Ajo tashmë lexon vet, është 6 vjeç, dhe shkruan. Dje bashkë madje po shkruanim fjali. Domethënë jam shumë e kënaqur. Shkon në klasë të parë në shtator dhe kush e di sa do qajun aty, po nëse nuk dua ta prek këtë temë. Unë mendoj që edhe kur fillon parashkollorin do qarë se edhe ajo është etapë e re. Po, domethënë por klasa parë është akoma dhe më të jep një lloj që ti po fillon një lloj rrugtimi që s'është më bebe. Kujt i ngjan më shumë goca? Po kështu si paraqitja është mixed, kur qesh duket shumë si unë. Ndoshta si karakter prap mix është, por është pak më shumë si unë për pjesën e të qenit shumë sociale, shumë adrenalin, shumë. Arbe, ke futur në kurse gocën? E pa ta futur në balet para 2 vitesh. Nuk ishte momenti, si ishte gati, nuk donte të shkonte më, pastaj vjet e futa prap, se donte vet, absolutisht në asnjë moment s'kam bërë asgjë që s'ka dashur. Thjesht më ka kërkuar vetë që mami do më futesh. Vjet u fut prap, madje ishte pak kohë para se të lindja, dhe nuk ndenj shumë, 1 muaj, sepse duke qenë se ka një natyrë shumë rebele dhe ka pak të vështirë të përshtatet të bëj çfarë thon të tjerë dhe donte të bënte kursime si donte vet, pra të mos ishte në linjë me ato rregullin që kishte mësuesja apo mënyrën si funksiononte me koreografin. Po, dilte pak jashtë teme. Dhe nuk i pëlqente më, nuk donte të shkonte më. Një fjalë për mëmësinë. Thjesht forcë, do thoja se guxim, do jam shumë e fortë dhe e guximshme, nuk trembem, nuk më bën përshtypje asgjë. Më e vështirë të bësh nën për herë të parë apo për herë të dytë? Për herë të dytë. Po kush ta vështirëson më shumë ditën, Sofia apo djali? Sofia, patjetër. Se po më shikon dhe shtrëmbur. Dhe kush është më i ngjitur pas mamit? Kush është më i ngjitur pas mamit? Këtu pastaj nuk e ndan dot të dy janë. Të dy janë. Po sepse çuni është edhe i vogël shumë. Çuni është i vogël, plus është dhe çun, thonë që me mami ka këtë marrëdhënien kështu. Çfarë të bën ta humbasësh durimin? Kur bën veprime që rrezikojnë jetën, të tipit hypën diku, varet diku, bën diçka që mund të rrezikoj të thyej ndonjë gjymba. Aty unë, domethënë, reagoj shumë. Dhe e dyta, kur për shembull mund të flas keq me dikë, ti flasi keq apo ti thot diçka të keqe, unë dhe aty bëhem shumë e keqe apo e ashpër në thonjza gjithmonë. Domethënë unë e kam thash shumë strikte këtë pjesën që nuk them që se është fëmijë punë e madhe, le t'ia thot, apo se është fëmijë e gjen gjuhën vet, jo, unë në moment që shikoj diçka të gabuar tek fëmia, se nuk me fëmijët e tjerë nuk secili mban përgjegjësi për fëmijët e vet, unë e thras direkt aty. I them të çova direkt tani në shtëpi dhe nuk del më, nëse ti i flet dikujt keq apo qoftë ta prekësh me dorë, që dikur e bënte tek ajo mosha 2-3, që është ajo mosha që fillon shtyn, bën se është dhe nëse ka një periudhë që unë e kam shtuar, është e vështirë, është e vështirë, por unë i rria aty, pra nuk kam qenë nga ato prindë që kanë pirë kafe rehat. Dhe ikën, po. Pra kur nuk e kam pirë kafe rehat. Dhe vazhdoj nuk e pi, por thash janë ca përgjegjësi që ti oj merr përsipër ose merr. Ose merr fare. Cili është momenti më i preferuar i ditës për ty me fëmijët? Është momenti në mëngjes kur zgjohen të dy, se zgjohen pak a shumë në kohë dhe vjen Sofia te krevati, po themi të tre, po thënë këta të dy, thash duan shumë edhe është ai momenti që qeshim, bën është momenti shumë i bukur, domethënë është nis ditën me. Kush është më i repti në shtëpi? Po thash tani im shoq po bën pak të policin e keq, që po tregoj pak më shumë autoritar. Pse Sofia e Thomas?
Sofia, më kisha bërë një listë prej 5 emrash dhe kjo fitoi, tek ne të dy na dha atë vibe-in që kjo është. Është emri që zgjedh, është më thënë ti thjesht e thua që ky është fëmia ime, dhe kështu duhet ta ketë, nuk mund ta ketë ndryshe. Pra thjesht e ndjen që është the one. Edhe me djalin bëra një listë prej disa emrash, asnjëri s'më dha. Me djalin ka qenë pak e lezetshme kjo situata e emrit, se ishte pak më vështirë se me vajzën për të zgjedhur emra djemsh. Dhe atë listën e bëra kështu, nuk di, nuk isha fort e bindur 100% që mund të ishte njëri nga këta. Thomas ishte njëri ndër ta dhe isha në fund mbeta midis Thomas dhe Etienne. Sepse të dy më jepnin një vibe shumë të ngrohtë, shumë sweet, kisha atë lëndjesie. Dhe isha në zyrë me kolege dhe djali i njërës prej tyre i thashun se po bëja kështu research, pyesja të gjithë mama që kishin çuna, si e ka djali, si e ka djali atë. Se po bëja një lloj filtri me emra. Dhe njëra prej tyre tha Etienne. E kuptoj, dhe shumë, po prapë s'më dha atë goditjen që ky është. Dhe kur vjen një kolegja ime, i them unë, Katerina, po çuni jot si e ka emrin? Thomas ajo. Ky është Thomas do ta ketë. Ato, ua, seriozisht e ke ti? Unë isha në zyrë, do të thonë aty kam vendosur. Do ta ketë Thomas dhe i shkruaj burrit tim. Ja vura emrin Thomas. Dhe vërtet kem thënë, shifi njerëz se mos gjeni. Ore nuk është ishte si shenjë nga Zoti. Unë thjesht kërkova një lloj si konfirmimi. Ky është dhe realisht unë se imagjinoj do të ketë një emër tjetër. Është vërtet A je një mame e lumtur? Shumë. Edhe uroj që Zoti të bekoj çdo grua që e ndërron këtë moment. Me këtë ndjesi. Falenderoj që ishe në mamë. Edhe unë shumë.